Vazhdojnë që të shifen pra këto dy fenomene që quhen kërcënime nga aktor jo shtetëror, pra që do të thotë janë fenomene. Qëndrojmë me që këto janë gjëra të ndryshme, për shumë korupcioni, krimi organizuar, dhe në ana tjetër pastaj aktorët e huaj, ndonjëherë aktorët e huaj malign që quhen literaturë. Po te pjesë e parë, do të ne kemi parë që në çdo raport të Komisionit Evropian fjala vjet të përvitshëm, korrupsioni dhe krimi organizuar janë aty si dy nga faktorët pengus për integrimin e Shqipërisë. E njëjta gjë te raportet e Departamentit të Shtetit, e njëjta gjë te raportet të tjera ndërkombëtare. Dhe kjo në një farë mënyrë na vërtetohet apo na verifikohet edhe me matin e perceptimit publik, për shembull Transparency International për gjatë një viti, nga 2024-2025, tregonte që Shqipëria kishte rënë nga vendi 80 në vendin e 91. Pra 11 vende të humbura në luftën tonë ndaj korrupsionit. Ndërkohë që po të dëgjojmë kryeministrin dhe qeverinë, ata flasin për sukseset e jashtëzakonshme në luftën kundër korrupsionit, fletë për SPAK-un, BKH-n, GKK, gjithashtu flasin për suksese në luftën kundër korrupsionit të lartë, në nivele të larta. Pra ka një mospërputhje realitetesh. Qytetarët perceptojnë që ka gjithmonë më shumë korrupsion, ndërkohë që qeveria flet për suksese imagjinare vetëm kundër korrupsionit. Edhe një me krimin organizuar. Vim tek pjesa që ka të bëjë me llogaridhënien, sepse në Shqipëri fakti që në vendi përballet me korrupsion të lartë në vite dhe nuk është problemi tek Transparency International, po bëj një ndërhyrje të vogël për sa i përket numrit të vendeve, sepse aty faktikisht vendet varen edhe nga performanca e vendeve të tjera. Por nëse vendet të tjera performojnë keq, ti mund të rritësh. Ajo që faktikisht Transparency International bën është që jep një notë secilit vend dhe në funksion të pastaj performancës së vendeve të tjera ti dhe mund të ulish nga. Nga 2008 Shqipëria deri në 2025, matja e fundit që ka për Transparency International, nota më e lartë ka qenë 4.1 dhe nga 3.3 në 4.1 pothuajse është linear. Ajo për shkak që vije 3 dhe kjo pastaj lidhet me diskutimet që po bëjmë, është se korrupsioni çdo vit zgjedhor rritet në Shqipëri. Pra Transparency International po të shohë çdo vit zgjedhor Shqipëria bie. Dhe kjo ka ndodhur nga 2008. Sa gjithmonë në vitin që ka zgjedhje, në Shqipëri rritet korrupsioni. Pra që vërteton pak edhe opinioni publikut që korrupsioni këtu është i lidhur me politikën dhe sigurisht që korrupsioni dhe krimi organizuar janë të lidhura me njëra tjetrën sepse ushqejnë dhe ndërveprojnë me njëra tjetrën dhe në këtë aspekt për sa i përket Komisionit Evropian sigurisht që ata e shohin këtë nga pikpamja e vlerësimit që i bëjnë Shqipërisë edhe përdorin sigurisht edhe këto raportet që edhe ne që prodhojmë edhe Transparency International. Por ato vlerësojnë nga ana tjetër, sepse janë dy aspekte që duhet të kemi parasysh, një punën e institucioneve dhe rritjen e kapaciteteve dhe tjetrën performancën. Pra, po themi dhe në një ekip futbolli, ti mund të shohësh nëse një ekip futbolli e bën stërvitjen siç duhet, i rekruton në ekipin në mënyrën e dur, pa po themi ndërhyrje etj, por prapë nuk është të thënë që mund ta fitojë ndeshjen. Po ka mundësi dikush të shohë proceset, ka mundësi të shohin dhe rezultatin. Dhe siguria është e tillë dhe duhet parë proceset, pra proceset administrative, qeverisë etj, sa të çëndoshme janë, sa të çëndetshme janë dhe rezultati. Dhe teorikisht i bie që nëse këto procese janë sakta, edhe rezultati do jetë më i mirë. Kjo në terma empirik, korrupsioni pavarësisht pretendimeve të qeverisë, ne kemi parë në shumicën e tenderave shtetëror, pavarësisht se këto kanë qenë të shpërndara nëpër ministri apo të përqendruara në një autoritet të vetëm, ato që fitojnë kompanitë fituese zakonisht me 99.99 të fondit limit. Pra ky është një flamur i kuq dhe për këtë arsye dhe kapitulli për prokurimet ishte një kapitull problematik sipas Bashkimit Evropian. Po, prokurimet po marr një elementi që përmendët ju, krimi organizuar që deri investoi për nxjerrje deputet caktuar, prapë është diçka e faktuar tashmë. Kishim rastin e deputetit Durrësit për dëgjuesit tuaj, po dhe mendoj edhe për në përgjithësi për publikun e gjerë. Jo, termi korrupsion e ka zanafillën nga Peranderia Romake, kur nuk kishte as tender as prokurime publike. Prokurimet janë një pjesë shumë e vogël që është se si përdoret një pjesë e parave të shtetit dhe sikur ato edhe të përdoreshin në mënyrën më eficiente, nuk do të thotë që korrupsioni automatikisht identifikohet me prokurimet. Kjo është një qasje besoj relativisht e gabuar. Sigurisht që prokurimet janë një tregues se si ne morëm vetëm 2 nga indikatorët, 20 indikatorë të tjerë, se normalisht gjitha këto kanë përputhje faktesh, pra fakti që ti ke rënë në Transparency International.